Faton Kukalaj. Big upin e bëjmë vetë, Faton mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Faton, si e? Mirë, fajmë. A i lodh? Jo, kënaqësi shumë e madhe me qenë këtu me Juve. Apo duket interesant shtëpia e diasporës? Se hera parë që je këtu. Është hera parë që jam, po e kom përcjell edhe është emision prej të radhëve që prezanton vlera jo shumë Trash TV, që jemi të njohur për ata dhe jam shumë i lumtur që më ka jap mundësia me qenë këta. Shumë faleminderit në ditshëm që jep prapë si komplimente për neve, na t'ju japim hapësirë sa dush. Gigant prej që kaq minuta se ai ki e trefjeshojmë veç fal mirë për neve, ti vazhdo. Falë lidhë gjithë. Ti je nga Deçani. Po, unë kom lind në fshatin Vaksh Deçanit. Ai e Tigra Luan. Unë nuk e di zanafilën e këtij tigrit, më thot drejt kur ka filluar, më doket ka filluar pak masi që kom migruar në Zvicër. Po unë jam krenar me prejardhën teme, kështu që... Ama kishë dosh me kon Tigra Luan? Jo, unë du të me tigër se kërkaj tjerë, nuk E bukur. Kështu që... Që sa vjet je në Zvicër? Që 9 vite, kom marrë në vitin 2016, me një start shumë të rëndë, shumë të vështirë, unë kom marrë me plot entuziazëm, me motivacion që me fillu me punu me njëherë. Unë kom punu në Prishtinë si programer diku 3 vite, edhe ondra, plani ka qenë që ku të vi këtu, prap na drejtin të vazhdoj, diçka me IT. Po programimi sidomos nuk ka qenë një sugjerim që ja kom dhënë edhe vetës, është pak një young man's game, është një punë që është pak për rini, me 40-50 vjet nuk punon truni mu me u marrë me programim. Kështu që pak para se më ardhi diku 2 muaj, një shok jam i shumë i ngushtë që e përshëndes, Gazmen Sheu, i cili është vetash IT në Gjermani. Ma sugjeroj tha këtë CCNA, që është niveli i parë i Cisco-s, për referencë është ndoshta pak mes gjimnazit dhe fakultetit për IT. E përfundova atë shkollim ndaj zgat diku 2-3 muaj edhe erdha në Zvicër. Ata kom kryer në Kosovë, domethënë ka qendra në Kosovë ku më i kryet, ka edhe nivele më të larta që më i kryen, kështu që kushdo që ka plan le ta kryejnë në Kosovë, ajo është e njohur botërisht. Muj me thonë që këtu në Zvicër ma pesh ka pas ajo se diploma e me fakultetit. Nëse e marrë në një intervistë, ma para është qyrë, Cisco, e paske se sa diploma fakultetit. Ka mendime, ka si që tojnë këtë qenë ka pe Kosovë, jo nashta në ka blerat shumë. Kështu që erdha në Zvicër edhe i herë fillova me njerë me apliku me atë idejnë teme që mas 1 muj, 2 muj, maksimalisht 3 muj, veç dhe filloj me punu, edhe aty e pash që realiteti është pak më ndryshe. Do me thonë, pat lloj refuzime, besoj shumë janë kënd bazuar që ky po vi ka pe Kosovë, a e din gjuhën. Sa është përvoja e tij, sa është kredibile, e moj man Apple kom aplikuar, jemi shku deri në nivelin e 4, pas 4 intervista ato që ka ardhur refuzim, po ne informat thellë pse jo. Pastaj vazhdova tjera pozita të ndryshme në Kopin, domethënë në fshatin ku banoj, pa ta apliku 5 herë. Më do kjo pozit shumë e mirë, se të isha afër shtëpisë, e menaxhoj rrjetin aty infrastrukturën e Kopit, edhe 5 herë u hap kjo prap pozita refuz. Dikur ju e maj manë në vetëm rast ku ju kom shkruar dhe ja kom thonë, ku problemi është, ka të bëj diçka me prejardhjen tem, apo çka? Jo, nuk po përshtatesh, nuk po kualifikohesh. Kjo historia e Kopit është pak interesante më vonë çfarë zhvillimi merr, çfarë kthese. Pas 1 viti diku me të thonë drejtë, ku as frustruar se sa kom aplikuar në McDonald's diku, edhe me shit libra. Jam shku me tafrën të mi që punojshin transport, me ta veç me e kalu ditën, që është nuk unë isha shumë keq. Unë isha, domethënë, pasiv, e shoh që ja punojke, ish dimër me mëngjes ajo çojke i veshke ato xhaketat ato shkojke në punë, unë me të shan shtëpi, total një ndjenje si pa vlerë. Edhe mas 1 viti pa ta fat një të zak jemi, që është të zaki shkallës 2, domethënë gjyshet i kemi motra, e përshëndes shumë, Kushtrimshalin është një ndërmat shumë i suksesshëm këtu në Zvicër, ndër tjerat ka edhe Temporaire firma. Ai ma mundsoi me kompaninë ku jam edhe sot e kësaj dite, domethënë ma shumë se 8 viteve, Temporaire me fillu të ta. Nuk ishte direkt IT, ky drejtimi jam, po ishte service teknika, ishte domethënë këto Swisscomat në për shtëpia, në për banesa, dikush që e ka Swisscom TV, telefoni. Kryesisht edhe klienta më të vjetër që nuk janë taf mi lidh vetë ose kur nuk i funksionon diçka, më shku më ja rregullu. E bona këtë punë diku 7 muaj, kom kalu shumë mirë, kom punu shumë edhe me shqiptar, bile shef jam i parë ka qenë shqiptar i Kumanovës, pak mu ndërlidhse edhe musafir të tjerë i pat nga Maqedonia e Veriut. Avni Alia,
kalum shumë bukur, po pas 7 muajve atër kjo kompania që më kishte huazu, atë kohë quaj Alpix, se quhet Ekmans, po ju shkruan tha na nevojitet një person për Olten. Mu lidh shumë mirë sepse Olteni ish 5 minuta për Kubana isha. Po na nevojitet tha një inxhinier që din anglisht, një inxhinier që e ka Cisco-n edhe që ka përvojë me rrjete me këto. Edhe u morën vesh që unë me ardh fix në Olten. Po është pak çuditshme në momentin në ditën e parë kur nënshkru kontratat aty me ne keni nënshkru tha po ti ki mu huazu një kompani amerikane tha për 6 muaj. Projekti ke 6 muaj po zgjati 1 vjet e gjys, po ishte përvojë e mrekullueshme me amerikan, me irlandez, ishte kjo fabrika e Biogen që prodhojnë për Alzheimer medikamente dhe ishte përvojë fantastike sepse unë edhe anglishtën e kom pas shumë të zhvilluar, po këtu më thonë që të në është perfeksionuar. Gjatë që mu ka nevojit shumë, sepse këto shkollimet e Cisco-s janë në gjuhën angleze, këto nuk janë në gjuhën gjermane. U përfundu projekti, u kyqa në kompaninë teme, edhe peja saj ditë, çdo ditë o konë veç foja qa muna ma shumë. Do me thonë, atë ko CCNA ishe kryme, shkova thash du me kry CCNP, që është niveli i dytë. është pak ma i, është si me thonë masteri. Zgat diku 6 muaj me 2 teste, kompania e financoj. Këto financime gjithmonë janë marrëveshje 2 fishta, që nëse nuk e kalon ti kompenzon ato të holla. Nëse e kalon, jetë 2 vite i lidhur me kompaninë, nuk guxon më shku diku tjetër ose prapi kthen të hollat. Po çka e di shumë për verën në këtë kompani dhe pse jemi kaq shumë vite bashkë, në e mirë që kur ki tregu interesim mu zhvillu, nuk të kanë frenu. Gjithmonë janë kund gatshëm i përgatit, e kanë edhe interesin e vetë, sepse kur ti e ki certifikim të lartë Cisco-s, partneri yt me Cisco-n është partner status, është më i lartë, që do të thonë me produkte më të mira, me shërbime më të mira, do të thonë është për 2 partitë është me beneficione. Edhe CCNP kisha mujt me thonë në atë moment që okej, arrita mjaft, jemi kënaqur, familja po kërnohen në kështu, po ishte një ndjenjë që muj më shumë. Ka mundësi hala më shumë. Edhe u lidh tonë që ky projekti me Kopin. Do të thonë Kopi e kërkoi pe kompanisë teme prap një inxhinier që ka përvojë me rrjet, me Cisco, me këto. Prej kompanisë tënde ku punon ti pra? Ku punoj. Do të thonë është i body leasing, tuazon për një kohë të caktuar. Edhe unë me njerë pranova, sepse desha që Kopi ka 50.000 pajisje, nuk ka fshat që nuk e ka një kopë, desha që është një fushë shumë e madhe, ku muj me marrë shumë përvojë të madhe. Edhe shkova. Ideja ishte me të marrë për 3 muaj, ka 2 ditë, po mas 2 javë thonë pidojmë 6 muaj, ka 3 ditë një javë. Mas aty në 6 muajve thonë pidojmë 1 vjet, ka 5 ditë një javë. Atë kompania me thonë, na falni thonë, se ja japim juve kretën që na çam e bëmë to, atë qëllimi është me ja huazu për një kopë, jo për krejt. Po këtu në kopë po shumë interesant, domethënë këtu më kthy tash ajo historia që 5 herë nuk mujta më apliku për kopën e një fshati, po tonë që merr mundësia për kopën e krejt Zvicrës më punu. Ishte një vetë knasi, për ironi bashkë Kopi i Vangenit e pat një ramje të rjetit një herë, dhe bashkë ai personi që më kishte refuzu më ra me komuniku me ta, dhe nuk mujta, po e thonë, apo mnja, po të kujtona, tha jo, thash, unë një maj që më kërë refuzu 5 herë, thash, pa bëshet që nashta ma mirë, kur me pa pranu, se tash apet po varë shpe me esat, me ta... Qysh ka reagua, qysh ka e moment? Ja, nuk e kem dit atëherë, nuk shto, se tonë që më ra disa herë me komuniku me ta, dhe ishte komunikim pozitiv, prap në fund, po ishte kthese mirë. Edhe kjo është këtë mesazh kom shef më edhe në tjetrave që mos nëse sot ja ke do vetë ti cakt vogël mos mendo që ky është cool më. Nashta sot për sot është ai, po nesër mundesh më rrit diçka shumë më të madhe. Pra, domethënë, faton pas gjithë atyre refuzimeve, në fillimet e tua. Sakrifice, depresion me pak fjalë ke pas apo jo? Depresion është pak fjale ronë, se jam mental nuk lejo mos thy kështu, po okun i ndjenje pak unë isha shumë i pa vlerë. Nuk thojnë za, e ke parasysh prej gjithë atij presioni, pa punë, jo në shtëpi vetëm, jo pa integrum, jo pa gjuhë, jo pa shoqëni, gjithë ato është një lloj sikleti i madh realisht për një person. Sot ti je, domethënë, menaxher kryesor i krejt filialeve të Kopit në Zvicër sa i përket. Prej detyrave mia është Kopi, është Interdiscounti, janë shumë firma tjera që nuk po di sa duhem ja përmend emrin, po prej detyrave mia është me i menaxhu rrjetet e shumë firmave të Zvicrës, ose nesër nëse vjen një kompani e re dhe kërkon një plan me ndërtu diçka pe fillimit, edhe ajo është një pjesë.
Nëse guxoj veç më kthye pak te kopi, aty më me punu me eksperta të lloj-llojshëm dhe pat për tyne që patën këtë CCI-n. Siç tregova është një titull goxha i rrallë sepse lypet shumë angazhe me mri. Atë ku për mua konvencioner thashë kjo është pak shumë e vështirë, se desha as ç'është arrihet, më thot drejt, se këto CCNP-a këto 6 muaj studim, shkon test në një pi zyreve këtu në Zvicër, në Basel, në Lucern, futesh 3 orë në test, i ki 200-300 pyetje, i bën del e din e ki kalu apo se ki kalu. CCI është një tjetër nivel sepse duhesh më udhëtu për Bruxelles ose për Dubai ose për San Francisco ku e ka bazën Cisco-ja, edhe je pe orës 8 deri në orën 5 test. 3 orë të para teori, edhe 5 orë tjera konfigurim. Aty je si një pianist, je veç tu shtyp tastatura. Edhe kur del pe aty ti je në aeroport, ndoshta të vjen përgjigje, ndoshta edhe hip aeroplanit të kthesh në shtëpi dhe nuk e din a ki kaluaj ja. Kjo është pak më. Po aty i takova disa që e kanë kry, edhe shkova i pyeta pak, çu shkon kjo? Çfarë duhet më mësues? Çfarë nevojitet? Edhe ma tregon pak. Duhesh 8 libra, kanë 1000 faqe sa ishin ato, duhen 300 video, 300 orë video, duhen disa kurse që ose duhesh më shku mi bo në Amerikë, ose duhesh mi bo këtu online, po me orar të Amerikës. Kështu që u mata se këtu nuk është hajtim të aprovojme nëse s'm pëlqen, mas 2 muajve pilojmë. Këtu, kur u mora vesh me firmën teme, thashim pra du me i kry këto, thanë, shiqo tha, na nuk e kem kurkon me këtë shkollë. Tu tha se nuk na vynë bash gjithë kjo dije, kjo know-how. Thash unë jemi interesu me i kry gjithë nëse nuk e kryte jo, nështë ta du të me shku diku tjetër ku kryet. Atër shefi u tregu shumë ferë, tha, na nuk jemi me ndalë kurkon që është interesu mu zhvillu, po në nshkruje këtë marrëveshën, aty ishin diku 25.000 franga. Nëse e kalon, jemi në rregull, sepse ti certifikatën e lidhën me kompani, nëse se kalon, unë i disha pasohet. Dhe më thonë e qita vetën një pozit ku nuk ka cërrik. Ja e kryn, ja s'ka. Kështu që bisedova me të shoqën, thash, sa për info, na atëherë kishim një vajzë 2 vjeçare, thash, baba, pe 9 natën, në promje dhe në 12 njëtë natës, duhet më shku më mbyllë në të dhomën e vetë, sepse kjo punë nuk kryet me, po mësoj sot pak, po pushoj një javë, këta ja rrugë sërzisht, ja nuk e neqë. Edhe u pajtum, muj me thonë, kjo mu të më zgatë 2 vjetë, mu të më zgatë 3 vjetë, kur në është i gatë që më thonë edhe e ban testin, mu më ka zgatë 1 vjetë e gjys, po konë 1 vjetë e gjys intenziv, në ato 1 vjetë e gjys nashta 5 net nuk kom mësu, këto tjera të konë për natë, non dhe një, kur ma ka dash shumë, ja kom vazhdu dhe në 3 natës, dhe në 5, po o konë e bazume dhe është një këshilë që kom qef me adhonë gjithve, që jenë të kry qëfar do fakulteti, qëfar do shkollimi, qëfar do trajnimi, mos e bazoni mësimin në motivacion, bazoni në disiplin. Motivacionin e kej, se ki. Që është në ditë nuk të nësë mi pa libër me dorë, që është ditë je shumë qef në ashta. Po, disiplin, unë e di vetën kur s'kom dash me mësu, heq, po jem shku atë 9-12, i kom bo ato 3 orët e mija, e kom fi kompjuterin, edhe jem shku jem ra. Kur është ardhe koha e kursit, më ka dash, të më thonë diku 21 net, me shku mi fillu kursin 11 natës, dhe në 5 mëngjesit, ka pas ku shpesh ku i kom të vete qaj puna, qaj hina në këtë puna, dhe a kryet na erë kështu, po disiplin. Me që pak edhe me zërë, e kom shty edhe me 31 tetor, tash po shpejt më do këtë përbot një vit, e kom pas jem shku në Bruxelles, në Cisco, bile e kom futo një foto ku gjinda para qendrës e Ciscos, kjo tjeta një foto pak gjatë punës një data center, edhe bile kom taku i person që ish për herën e 5 aty tu testu, dhe thash vetë me vete, nuk bofsha ma arë 5 herë këto, unë do të milion krejt, sepse testi kushtoj ke $1.900, ultimi, hoteli, krejto sendet, dikur edhe kompania kështon, okej, mjafton, si e ka mu e kryin. Bile dhe kur e kom përfundu, një shef jam e tha po të regoj drejt, tha nuk kom menu që e kryin. Për herë të parë ki dhanë ti? Për herë dytë. Për herë dytë. Herën e parë, mas një muj guzon me shkuape. Ti mund është me shku dhe 100 herë nëse je i gatshëm. Veç paguj ato $1.900, paguj hotelin. Herën e parë e më shku edhe po është konë mëse mirë që shme shku herën tjetër. Pikës parë e kom marrë hotelin shumë largë pe i qendrës testimit. Tonë që kom fjetë veç 1 orë atë natë. Tonë që kom shku 1 orë para testit, që asë nuk të hapë derë, kur është asan dhe më të veç kom najtë, jem mërdhi këtë para qendrës testimit. Kur kom i, ka fillu më dhim koka, po kom punu shumë mirë. Kur jem dalë për testit, dollë që këtë pjesën 5 orëshe, e kom kalu, këtë pjesën e teorisë,
nashta 2-3 pyetje, 2-3 kështu, janë ko gabim. Herë shumë zgënjyse, u ktheva në shtëpi një 2-3 ditë, mendon njëri po, edhe këtu jam shumë krenar me veten që nuk jam thyj, po veç kam thonë, okay, mas një muaj kam shku prap. Edhe herën e dytë ka funksionu. Edhe për kompaninë e kon rregull, u kon marrëveshja herën e parë, edhe herën e mram ta paguajmë. Do të thonë nëse ka herë 2-3 ndërmjet, i paguajnë vet, nëse s'dan, është vendim i yt. Kur u kry kjo sigurisht i pat beneficionet e veta, tonë që unë ngrita në senior network engineer, dhe tash punoj shumë, jem edhe shumë punë autonome ku shumicën e projekte këto mu edhe mi bo vet, nuk kam shumë hapsin në vendin ku punoj. Bravo qof. Arritje e madhe, bravo. Arritje e madhe dhe... A je vetëm shqiptar në Zvicër, apo jo? Në Zvicër nuk kom gjetë në shqiptar, sepse jam mundu me LinkedIn. Është shumë mirë, është një diçka ku mirë mi kriju një komunitet ku komunikoj me një tjetrin. Unë jam ende në kontakt shumë të mirë me mësuesin e parë, si CNN që ma ka mësuar, gjithmonë kam marrë kontakt me ta, po si mas informata nuk kom gjetë. I kom gjetë 2 shqiptar, njëri më zgabosha është në Danimark apo në Suedi, tjetri nuk jam i sigurt ku është. Në Zvicër nuk kom gjetë për momentin, po i bëj ftesë. Kushdo që do me hi, sidomos në këtë drejtimin e Cisco, sepse unë kom kry shumë edhe Sophos, edhe Alcatel, këto teknologji tjera që janë më pak përdorna, e kanë atë vlerën e vetë, po nuk krahasohen me Ciscon. Po sidomos në këtë drejtim, kush është i interesuar, ka pyetje, ka nevojë për ndihmë këtë drejtim, jam shumë i gatshëm, është një dije që kam qef mi dalë me tjerët. Mendoj që dia është shumë e ulët nëse e marrën veç për veti, nëse sikur një mjek që e ka një përvojë, nuk është në gjendje më jam mësu tjetër, që shmi bën një operacion ose diçka tjetër. Kështu që mundu me më kontaktu, qoftë përmes LinkedInit, qoftë Facebookit, ku dojnë, kom qef me ju ndihmu. Bravo. Kur thu me ju ndihmu, gratis, apo? Gjithsesi, as nuk diskutohet, materiale që kam, ide, janë disa këshilla shumë të vogla që mundet me të ndihmu shumë, domethënë, nëse nesër i thëm dikuj, merë hotelin offer testit, offer zones testit, ja kurse në 2-3 orë, që ato kish mujt me pushu, jo me i hu për rrugë, tu e lyp ato. Janë disa pika të vogla që mujnë ndihmojnë, po edhe në material shka i vynë për me mësu, edhe në këto jam japë kusht ka qef me shumë qef. Bukur, bravo qoftë, neve po na gëzon në suksesi jote në Zvicër, edhe në punët e detyra që ke. Si e kështu në përgjithësi me Zvicrën? A je i kënaqur me jetesën në Zvicër apo jo? Si qëndron me nivelin e gjuhës? A e kur e mësove, 9 vite ke në Zvicër, s'ke më shumë apo jo? Po, kjo puna e gjuhës është pak interesante. Unë gjuhën gjermane e di pej moshës 6-7 vjeçare pej televizorit. Nuk ma beson kur është kujdo që i thom, është një talent pak që e kom pej zotit që gjuhët e huaja i kuptoj shumë shpejt. Në Kosovë që e kishur televizorin? Kosovë, vesh me seriale apo filma vizatimor, dokumentare, gjitha këto, domethënë edhe kom pas kontakt me ta fermit, kur janë ardhur në pushime verore, mundu me fol me ta pak gjermanisht në atë kohë kur dul Messengeri e këto. Domethënë kur kom marrë të gjuhën gjermane e kom pas ka gjatë zhvilluar. Sigurisht kjo gjuha akademike, email ato se ana janë zhvilluar edhe me profesionin. Starti o kon aty, anglishtën e kom filluar në kohën e gjimnazit. Po kon një ide, domethënë se kom kshyer një film në gjuhën gjermane disa herë dhe kom ditë çdo fjalë çaka, thotë që kom kshyer në anglisht. Edhe kështu gjithmonë janë plotsu njëna me tjetrën. Edhe sot sidomos në IT pa gjuhën angleze nuk i as çfarë provon as nuk i çfarë. Fillon për ndryshe IT-në kom pas qysh si fëmijë kom pas onër, bile kom pas bisedë me bab temin kur do isha me shku në studime, thoj ke sa ajo është inxhinier i diplomuar i bujqësisë, thoj ke shko studia bujqësi me babën se atë edhe unë kom kryer kështu. Tash më nuk më pëlqen mua kjo. Po nuk ka thoj ke gjë për këtyre teknologjive këto sane. E sot nëse i nalet interneti për 1 minutë e kap një panik, me herë nuk kam po interneti, kështu gjithmonë ja kthej temën aty them ti thashë nuk ka gjë për teknologjia, kështu që për ndryshe për më kthy te pyetja jote me Zvicrën jam shumë i kënaqur, tash ajo shija hidhur aty vitit parë është harru, ka jetë me sukses, e muj më thon nuk e kam ndje pe asaj pikës ku kam filluar te kjo kompania. E tutje. Nuk e kom djetë që po më frenon dikush për shkak që jam shqiptar apo që jam zvicran. E kom atë bindjen që Zvicra nëse e bën punën mirë edhe me je ferleslich, je i besueshëm e kështu nuk i intereson fort. Përderisa kompania ka të mira prej teja, ka më të dhënë gjitha mundësitë, veç ajeti që i shfrytëzon.
Andaj, sidomos këtyne që kanë lindë këto dhe i kanë këto mundësi, ju kësha thonë le t'i shfrytëzojnë, në maksimum, është përkeqare nëse dikush ka lindë këto dhe nuk zhvillohet në drejtim të vetit. Tash të cilë për neve kemi talent, jemi binë që Zoti na ka dhënë një aftësi, asaj gocës që kema herët, ja ka dhënë atë zonë që unë muj me bërtit në ashtat ma, nuk muj me knu si ajo kur. Mu për veti ma ka dhënë këtë talentin që shumë shpejt i kuptoj se atë. Ka ndodhë kem pas meeting me Huawei, me Alcatel, me kompanit ndryshme ku ja kem fillu në ashtë në kombitas që janë ka folin, për më në 20 minuta i kom lidhë qatë shpejt pikat dhe të në që e desha, në fund mbledhjes në ashtë në punaj që ka folë mas shumë, ti e ka o dok që pi kupton mas mirë i materien. Kështu që Zvicra, si mas mendimit tam, jënë do mundësi që në Kosovë nuk besoj që i kësha pasës, nuk. Me shumë vështirësi. Plus siguria sot do është kur e ki këtë nivel nuk e ki kur far panike edhe nëse pi marrim shembull nesër vjen një udhëheqës që nuk i pëlqen ose mbyllet kompania ose diçka. Nuk është kur far rrezike që s'po gjon punë me këtë dije. Veç mos të kishe bëu kretë këto sakrifica në vitet e kaluara, jeta kishte absolutisht kish shkuar në tjetër drejtim. Unë mendoj kjo është shumë e rëndësishme mendim që mu i minda me tjertë është njëri me veten me po i knaqën. Unë kur nuk e kom pas këtë betejen që shdok na para publikit, apo njëri gjithë ka qef s'paku familja jote me konë krenar me ty, po të unë, do më thonë, kundërshtare jam, ose ai që jep vetit mas shumë të pusha pet jem vet. Gjithmonë nuk unë e ndjenja kur e shë veten pas shyre, okej, a ki bo diçka me jetona, a je i knaqën me që kaq. Edhe shumë rëndësia, kësha thonë këtë mesazh kur kush mos lejon kur me mbrin atë pikën që me thonë që se kryva që ta, që se bona që ta, që se rrezikova dhe me këta. Nëse je i aftë në komunikim me njerëz, nëse din me menaxhu me firmë, hape firmën, rreziko, bën diçka. Nëse e ki një talent si zoni asaj vajzës, provo, këno. Kështu që ja vlen, edhe e kombinin që këtu çdo, çfarë do lloj certifikime, më i vogël nëse është nëse të shkruan diku në CV ka më të vlerësuar. Nuk është janë domethënë tituj që nuk mund të heq kurkush. Nuk ka marr kurkush më thon këtë si a ta fali dikush, a e gjete diku, a këta e di që e kom rri me njerës, me mund temin, edhe është pak se kur a i brezi i kampionit në boks që e ki diku të shpia, nuk të vetë, bile pas 5 vite, kur kush nuk ka marrë me të pyet, jo, ke lufta e letë, jo, që po të jo, në dishka referë, jo me ile, po, e ki ato dhe nuk të hupë. Tash ti që e ke arrit, kjo është shkalla më e lartë. Po, këtë drejtim. Edhe je shumë njëri i ambicionum. Çfarë plane ke për në të ardhmen? Domethënë një shkallë më të lartë? Po, në Cisco nuk ka shkallë më të lartë, po ka IT-ja është fushë shumë e madhe, ka shumë mundësi për zgjerim. Kur e kom përfundu këto, ja kom premtu vetet që një vit nuk kom me prek liber, nuk kom ju kushtu familjes, kom i kom pënzu kohën e humbur. Tash e kemi edhe vajzën e dytë që e ka bo një vjet para një jave. Ju kom kushtu familjes, po veç ka fillu aja uria për diçka ma shumë. Jem të menu, tash një për mundësive që e kom shërtu është nesër me fillu vetë me ja mësu këto kurse dikuj. Sidomos to që janë CCNA nuk o problemesh, po nëse dënë dikush edhe CCNP, CCI e ma lartë, kjo është një mundësi, po që me thonë jem i ngopën tash, kjo po kaloj ke mas një kohë. 6 muja konë, unë jem në rregull, unë jem mirë me veten, unë muj nesër me vdek edhe nuk kom kur fa maraki mu, po mas një kohë po lind ke prap një dëshirë tjetër. Një dëshirë edhe mendoj që shumë mirë. Unë mendoj që një prej varësive më të rrezikshme që i kemi është komfort zona. Nëse fillon edhe thush mirë jam çto, nuk ka nevojë më shumë që tu s'po munguci, nuk po heke shumë, nuk po kam stres. Kjo është një prej varësive që nesër, ndoshta dikush e ka atë midlife crisis me 40, dikush me 50, dikush ka më nale më thon, pse më anë ta buna edhe këta, anë ta provova këta. Kështu që kisha thonë, mos ja leja një rastit. Çfarë do ideje që të ka, çfarë do sfide që do më jaqit vetit, krye. Shumë faleminderit i dashur, Faton. Faleminderit edhe juve. Intervistën për arritjet, po ndjehemi krenar dhe ne, edhe të urojmë shumë suksese në të ardhmen, për arsye minutazhe, kaq ka emisioni jonë, të falenderojmë shumë edhe për inspirimin që e për rinis, këshillat edhe ndihmën në mbështetjen që ke dëshirë për mia dhënë edhe tjerëve që kanë dëshirë me ndjek këtë drejtim tënd. Faleminderit shumë. Jo, minutazha mendoj që ke shumë e mjaftueshme pak me i mbulu ato pikat që po. Absolutisht, i kemi cek gjitha pikat, ama unë kam qef kur ta ftojnë njëri për qef, për zemër kam qef me zgjat shumë deri t'ja shtojmë me bukës me janë në. Po ta shohim, ndoshta tash mas 3 vite, mas 5 vite kemi çka më diskutu prapë. Kur të arrish
prap diçka më lart se aty ku je, se s'di çka koka tash ai hapi tjetër përveç se kurseve që domethënë, je mirë se ardhur përsëri. Faleminderit shumë. Mujna me mbyll se bashku mos lëviz aty, marash, a jena në rregull për sonte? Jena në rregull. Shikuesit e Folship Show për sonte, më që keni nga on, marash Pulaj, Faton Kukalaj, Lorena Beadini edhe Ahmet Hasani. Natën e mirë.